Kur ata luftojnë Islamin, realisht luftojnë edhe shqiptarin. Për këtë shkak do thotë këtë muhabetet që folën kundër Islamit, çfarë do lloj forme, direkte, indirekte, do thotë tërthorazi në mënyrë ansore, këtë kjo realisht është ndam të zhvillimit kombëtar. Argumenti më i thjeshtë është, një komb edhe si kuptim politik, edhe si kuptim social, nuk mund të ekziston nëse nuk është i strukturuar, i organizuar. E si ndodh organizimi i një kombi të një populli? Politikisht ndodh nëpërmes shtetit, jo politikisht, sepse na tash kemi për shembull disa shtete. Jo politikisht ndodh nëpërmes familjeve. Për shembull na kemi fiset. Shqiptarët ne kemi fiset e mëdha. Fiset përbohen prej familjeve. E familjet përbohen prej një familje. Kush e kultivon familjen sot, shekull 21? Asnjë doktrinë filozofike, asnjë ideologji filozofike, asnjë doktrinë politike, asgjë. Asnjë universitet. I vetmi, pa kunifat konkurrence, i cili e kultivon familjen është Islami. Është Islami. Edhe këtu vjen për shembull përplasja mes Islamit edhe neoliberalizmit. Për shembull, agjendat neoliberale, LGBT agenda, edhe Islami, pse janë luftë egër mes vete, sepse luftojnë për njeriu. Islami do ta mbron njeriu, qenien njeri, LGBT do ta shkatron njeriu, qenien njeri. E tash, pse lufton Islami për njeriu? Sepse nëpërmes njeriut, mashkull dhe femrës, e ruan familjen. Nëpërmes familjes e ruan familjen e madhe. Nëpërmes familjeve të mëdha e ruan fiset, nëpërmes fiseve e ruan kombin. Nëpërmes kombeve dhe popujve e kultivon diversitetin dhe konkurrencën. Me konkurrencë dhe diversitet e zhvillon jetën mbi tokë. Kjo është filozofia e Islamit, s'ka kërkon kështu.